Rikthehemi në studio, në pjesën e fundit do të flasim për sport, do të kem drejt për drejt, gazetaren sportivu Vil Zajmi. Zoti Zajmi, ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit nga ju. Pas pak nis një ndeshje miqësore me Jordaninë e kombëtares tonë, më komod Silvinjo në këtë ndeshje që sigurisht nuk duhet humbur. Sigurisht pas triumfit i përmas i shumë dimensional me Serbin, unë gjykoj që sot sigur të ishte e llogaritur një ndeshje e tillë, pra do ta thoja në kuptimin sportiv komod, për faktin se jepet mundësia përveç festimit që mund bëjnë në stadiumin Air Albania, pra sepse nuk patëm mundësi ta festonin maksimalisht në Serbi. Përveç këtij fakti, pra jepet mundësia për të krijuar, për të alternuar lojtarët, për të parë një test që do ta dëshironte çdo lloj, çdo skuadër, aq më tepër pas një ndeshje fitore dhe rezultati të tillë. Shanset mundësit janë për të parë lojtarët që kanë në dispozicion. Sigurisht që duke alternuar, por duke patur vëmendjen dhe kujdesin që ndeshja duhet trajtuar, duhet fituar, sepse është në vazhdën e krijimit një entuziazmit, një emocioni dhe një serive pozitive që ndihmojnë shumë në takimet e ardhshme. Kështu që unë me këtë sy e shikoj dhe unë gjykoj që duke qenë që kam pas një lloj kontakti dje par dje me mjedisin, ka seriozitet, korrektesë dhe nuk duan që të jetë një ndeshje miqësore dhe kaq. Luhet me një ekip kundërshtar të panjohur, që ka siguruar dalje në botëror fazën finale dhe që sot kanë bërë një shëtitje të paparë në plazhin e Durrësit. Ndërkohë që zoti Zajmi kemi përballë Jordaninë, e njohim fare pak në fakt, por që duhet ta njohim edhe gjatë lojës kombëtares, çfarë mund të themi për këtë skuadër? Po e thash pra që është një kundërshtar që nuk e njeh, nuk kemi informacion se për shumë arsye nuk na lidh interesimi e përditshmja jonë të qenit afër sportit futbollit me këtë skuadër, me këtë vend. Është një skuadër që vetëm kaq dim që ka siguruar daljen në botëror. Për to është një ndeshje luksi, një ndeshje pa shumë rëndësi, por që nganjëherë takimet e këtij niveli, pra këto lloj miqësorësh, shpeshherë përveç faktit që tenton ta alternosh lojtarët, por kthehen dhe pak disi të vështira. Ne kemi treguar që ekipi shqiptar ka treguar një historinë e tij që ka qenë i madh me ekipet e mëdha. Shpesh kemi gabuar, nuk kemi luajtur mirë, rezultatet pak kënaqshme me ekipet e kategorisë 3 do toja, të bloku 3, të dytës apo 3. Kështu që, por unë them që ajo që mundet para sot duhet kemi kujdes është pak nënvlerësimi dhe entuziazmi, euforia që ka përfshirë ekipin. Por janë profesionistë, din të trajtojnë ndeshjet dhe unë gjykoj që edhe nga stafi do tentohet që ky takim të fitohet. Për Jordaninë, e thash, nuk njohim, nuk kemi asnjë të dhënë asgjë përveç faktit që sot kanë bërë një shëtitje në plazhin e Durrësit. Kjo dhe kanë tërhequr vëmendjen e njerëzve. Kaq më tepër nuk mund të them. Ndërkohë jemi ashtu si kundër e thatë edhe ju përballë një entuziazmi të madh të ekipit, duket se i ka dhënë fitoria me Serbi një vetbesim kombëtares, por që sigurisht duhet fitoj edhe ndeshjet e nëntorit e do të shohim më tej çfarë do të ndodh me play-offin. Sigurisht, por entuziazmi mbaron ditën e sotme, them unë, dhe kur lojtarët do të kthehen në ekipet e tyre dhe do të rikthehen ritualit pra në kampionate ndeshje, harrohet ky takim. Ky tani takon historisë, i takon ngjarjeve të mëdha të ekipit përfaqësues, por duke filluar nga sot, në ndeshjen e sotme dhe për ato që na presin, kërkohet një angazhim, impenjim dhe jo me syt dhe vëmendjen shiko, se ne fituam në Serbi dhe atë që bëm ne. Përkundërzi, janë takime që duhen vlerësuar maksimalisht. Janë dy sfida. Ajo me Andorën që nuk duhet kurse si neglizhuar, sepse Andora barazoi 2-2 në takimin e fundit dhe ne kemi një eksperiencë shumë pozitive në takimet e këtij niveli. Pastaj kemi Anglinë që nuk mund bëjmë dot asnjë lloj llogarie sepse kemi të bëjmë me një kundërshtar që nuk një kundërshtar, vetë fitore që ka 15 pikë pas një humbje, sigurisht që nuk të favorizon në këtë lloj këndvështrimi. Por ne mjafton fitojmë takimin me Andorën dhe kemi bërë hapin kryesor për në play-off. Kështu që vëmendje e madhe dhe jo më euforia të vazhdoj, Serbia fitoria me radhë. Janë profesionistë përsëris dhe që me siguri din t'i kalojnë këtë lloj situata euforike që me të vërtetë kanë pasur një lloj ndikimi pozitiv tek gjithë ne. Zoti Zajmi, ju analizoni dhe komentoni Serie A jo në pak raste në fakt. Broja një lojtar ku pritshmëritë për të janë tepër të mëdha, ku natyrisht
gjendja e tij nuk është në ditët më të mira, le të themi, minutat e munguara janë problem për të? Sigurisht që janë, por unë në ndeshjen me Serbinë e pash shumë të mobilizuar, e pash një lojtar shumë aktiv dhe i dobishëm, i nevojshëm për ekipin tonë përfaqësues, pra aq minuta sa luajti sepse ka aftësi individuale që tërheq vëmendjen, njeh driblimin, ka rrezikshmëri. A unë ajo, si gjykoj unë, ky do të jetë është lojtar që kërkon minuta, Premier League nuk ja afron, do preferoja për që ky lojtar të ishte në Serie A, ta kishim afër, të ishte në këtë lloj kampionati që është i vështirë, jo i bukur, jo spektakolar, por i vështirë dhe një farë mënyrë edhe për natyrën e tij, sepse ai është lojtar që mban ngarkesa, mban presione, diti kundërvej çdo kundërshtari dhe ndoshta mund të ketë nevojë për këtë lloj seri, për këtë lloj niveli që ka Serie A. Dhe që duke referuar dhe disa futbollistëve të ekipit tonë përfaqësues, siç është Gjimçiti për shembull, është një lojtar që i është ingranuar mjaft mirë në këtë kampionat. Kështu që duke që Gjimçiti o lojtarët e tjerë dua të them, kështu që do të ishte mirë të ishte një kampionat të fortë, vështirë dhe ku të ishte protagonist ku të luante, sepse minutat që thatë ju pra e munguara ndikojnë sigurisht tek futbollisti. Zoti Zajmi, një emër tjetër që rrezikon sonte play-offin ose diskuton ta rrezikojë play-offin është Italia, pasi le të themi Norvegjia nuk gabon. Sigurisht, para një fjalë mund të them për nëse Italia rrezikon për situata në Europë, nëse në Amerikën e Jugut pra janë disa skuadra që kanë siguruar me emër që kanë siguruar botrorin, Europa është pothuajse një kaos, do të thuaj një kaos sportiv, ku asnjë skuadër nuk e ka të siguruar, edhe pse në grupet e tyre komandojnë disa emra, Anglia një farë mënyrë e ka siguruar, vendet e para, Gjermania, pra janë pretendente, Spanja, Franca gjithashtu, edhe pse takimin e fundit Spanja barazoi, por që janë pretendente absolute në vendet e para. Italia ka mjaft të rrezikshme situatën, sot i kërkohet fitoj me Izraelin, një ndeshje e vështirë, delikate, që do zhvillohet një atmosferë as pak sportive, pra me një situatë të tensionuar politike në qytetin e Udines, janë marrë masat, ndeshja nuk duhet pretenduar tjerë mos të zhvillohet, përfundimisht do të luhet me një numër të kufizuar spektatorësh dhe me një turp njerëzish 100.000 veç që do protestojnë lidhur me Izraelin, me për situatën politike që është në lindjen e mesme. Edhe pse u nënshkrua kontrata, marrëveshja paqes, ka një lloj situate të tensionuar, skuadra e Izraelit ka qenë e blinduar krejtësisht, po kështu Italia, por që në fundit Italia duhet fitojë. Fitoria sot me Italinë i siguron vendin e dytë sepse janë të ndërgjegjshëm që Norvegjin e kanë të pamundur pra që ta arrijnë, kështu që e shikoj, pretendojnë që të fitojnë dhe sot do të japin maksimumin sepse Italia rrezikon për të tretin edicion radhësi të jetë jashtë këtij kompeticioni, do të ishte një e papranueshme, një skandal i vërtet në futbollin e botror, sepse duhet ta themi që dakord Angli, si për futbollin botror, po edhe për Italinë, çfarë do të thoshte për futbollin italian? Nuk mundet një botror të zhvillohet pa Italinë, sepse për shumë arsye, por që është një vend, një futboll që rrezikon dhe sot e kanë jashtëzakonisht të vështirë ndaj një skuadër që pothuajse ka humbur shpresat, dhe për Italinë edhe nëse fiton, problemi është kush do të jetë kundërshtari, ashtu si dhe për ne. Nëse ne pretendojmë dhe diskutojmë kush do të jetë ekipi ynë në play-off në fazën tjetër, por kështu e ka dhe Italia. Është një fazë play-offi disi e komplikuar, ku asnjë nuk di se kush do të jetë kundërshtari. Mund të jemi edhe ne kundërshtari i Italisë, mund të jetë Kosova me të fitoren e jashtëzakonshme që ka realizuar dje në Suedi, pra duke nxjerrë jashtë lojë pothuajse Suedin. Dhe që përveç faktit që duhet të vjet në diskutim këtu cilësia e futbollit italian, pra përveç kundërshtarit. Sigurisht që pra duhet kualifikohet, fitoj sot, duhet kualifikohet, siguroj dalje në fazën e final pra të vendeve të dyta, dhe pastaj është problem kundërshtari, për të gjithë do jetë problem kush do jetë kundërshtari në atë fazë. Zoti Zajmi, së fundmi kam një pyetje për sa i përket aspektit të gjykimit dhe rikthehem edhe një herë tek ndeshja me Serbinë, një shkollë rumune në gjykim, që realisht le të themi mbeti në nivele të larta. Ka vite që gjykimi në raport me ekipin kombëtar ka një tjetër qasje?
Jo, nuk mund ta them, unë mendoj që në të gjitha këto takimet të Shqipërisë, FIFA, UEFA kanë vendosur arbitrat nivelit jashtëzakonisht lart, siç ishte rasti i arbitrit Kovac rumun, Istvan Kovac, para 41 vjeçar, dhe që realisht mund mendova që do të gjykova para takimit, do të vendosej një arbitër i Europës veriore, pra që janë shumë neutral, norvegjez, suedez, danes, por gjetja e këtij arbitrit unë mendoj që ishte një gjetje e goditur, një arbitër që garanton lojë, autoritet i madh dhe e tillë vazhdoi dhe përfundoi ndeshja. Edhe pse duhet ta themi që më ndeshje korrekte, më pas një problem disiplinor përveç kartonit verdh për Majnën që e kemi thënë motivin. Loja u trajtua mjaft mirë nga futbollistët, nuk pati asnjë moment të diskutueshëm, protesta, veprime disiplinore që kërkojnë një lloj qëndrimi ndryshe nga arbitri me dënime, me ndëshkime. Madje as VAR nuk pati asnjë moment. Kështu që përveç emrit të madh dhe garancisë që jep tek ky arbitër, një siguri dhe mbarvajtjen e lojës dhanë ishte edhe kontributi i vet futbollistëve në ndeshje. Por që e them që ka qenë i vlerësuar, Shqipëria ka qenë i vlerësuar në caktimet e arbitrave. Zoti Zajmi, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë. Faleminderit nga ju. Natën e mirë, faleminderit nga ju. Mirë, ne e kemi mbyllur në fakt, kemi ardhur edhe në fund të MCN informacion për ditën e sotme. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen.